Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Të gjitha subjektet politike të regjistruara për zgjedhjet e ardhshme kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputet në KQZ duke përmbyllur afatin ligjor. Në garë do të marrin pjesë 24 subjekte politike. Partitë e mëdha, vetvendosje, PDK, LDK, AK dhe Nisma i kanë dorëzuar listat e plota me nga 110 kandidat secila. KQZ tani nis verifikimin dhe certifikimin e kandidatëve, ndërsa më pas do të publikohet lista përfundimtare për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ndërkohë dje KQZ ka bërë tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme pak orë para dorëzimit të listave. Ai ka thënë se nëse partia e tij e kalon pragun, atëherë në parlamentin do t'i bashkohet grupit parlamentar të PDK-s. Në listën tonë zgjedhore, nga Nishi deri në Qinevajt, askush nuk e qenë halli kush do të jetë deputet i Parlamentit të Kosovës. Ne jemi rreshtuar 110 vetë për t'ia dhënë mundësi ndryshimit Kosovës, qeverisjes dhe bashkimit të madh. Dhe po ashtu do t'ja jap fjalën. Me kalimin e Nismës, me deputetët e Nismës në Parlamentin e Kosovës, unë sot, ju miq, ato që keni pritur e ma keni kërkuar, unë sot do t'a jap premtimin që kam dhënë në tavolinë. Dhe premtimi im është ky. Nëse Nisma, e unë jam i bindur, do t'jetë në parlament, me grupin e vetë parlamentar, do t'i bashkohemi bashkimit, do t'jemi bashk me shokët, me shoqet, me gjithë ata që kanë kërku bashkimin në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe pas transferimit të pushtetit në 4 komunat veriore, Bashkimi Evropian nuk është ende i gatshëm të heqë masat ndaj Kosovës para zgjedhjeve. Shtetet anëtare dhe institucionet evropiane mbeten të ndara mes një qasje të mëhershme dhe një qasje graduale. Takimi diplomatike dhe në nivel ambasadorësh do të vazhdojnë për të gjetur kompromisin e formulimit që do të përdoret në konkluzat e dhjetorit, duke lënë të hapur heqjen e plotë të masave për një kohë të mëvonshme. Ndërkohë, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i bllokuar me mungesë hapash konkret për normalizim. Normalizimi konsiderohet kusht kryesor për Serbinë drejt Bashkimit Evropian, ndërsa nga Prishtina kërkohet avancimi i formimit të asociacionit. Ekspertët vlerësojnë se pa vullnet politik të dyja palëve dhe pa angazhim më të madh të Bashkimit Evropian, progresi mbetet i kufizuar. Në Prishtinë, një mashkull është arrestuar pasi dyshohet se sulmoi fizikisht 2 viktima femra, të cilat morën tretman mjekësor. Sipas raportit të policisë, 3 persona u arratesën nga qendra edukuese korrektuese në Lipjan, por u kapën dhe u kthyen në institucion. Ndërkaq në klinë u gjet viktima e një personi të zhdukur, e konstatuar vdekur dhe dërguar për obduksion. Statistikat e përgjithshme tregojnë për 5 persona të arrestuar, 3 në mbajtje dhe 31 aksidente trafiku me 9 të lënduar. Dy institucionet e drejtësisë, Këshilli Prokurorial dhe ai gjyqësor, do të përcaktojnë në mënyrë të pavarur kriteret dhe procedurat për rikthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në komunat veriore. Megjithse kryetarët e rinj serb në 4 komunat veriore të Kosovës janë betuar duke u kthyer në qeverisje pas më shumë se 2 vitesh, kryesuesi i KXK-s Albert Zoga i rikujtoi se gjyqësori ka zbatuar marrëveshjen e Brukselit dhe se nuk mbështetet një proces të dytë politik për integrimin e stafit serb, pasi kjo do të rrezikonte politizimin e sistemit. Ai thekson se çdo rikthim duhet të bëhet vetëm përmes kërkesave individuale dhe të vlerësohet sipas kritereve profesionale. Gjyqtarët dhe prokurorët serb kishin dhënë dorëheqjen në nëntor të vitit 2022 pas vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave ilegale të lëshuara nga Serbia.
Ndërkohë, autoritetet serbe kanë arrestuar disa shtetas të Kosovës për dyshime për krime lufte gjatë viteve 98-99. Mes tyre është Hazir Haziri, 70 vjeç, i arrestuar më 8 shtator të këtij viti në Merdar. Familja e tij thotë se Haziri mbahet padrejtësisht dhe se shëndeti i tij po përkeqësohet. Paraburgimi i zgjatet çdo 30 ditë, ndërsa institucionet e Kosovës nuk kanë dhënë përgjigje për hapa konkret. Pavarësisht marrëveshjes së ndihmës juridike të ndërsjell të vitit 2013, bashkëpunimi për rastet e krimeve të luftës mes Kosovës e Serbisë mbetet minimal. Institucionet e Kosovës disa herë kanë bërë thirrje që të shmanget udhëtimi nëpër Serbi. Sot nis java Integritetit 2025, organizuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit dhe Forumi Konsultativ i Shoqërisë Civile. Ngjarja përfshin konferenca, tryeza, diskutimi, publikime analitike, podcaste dhe aktivitete kreative në rrjetet sociale me fokus luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe përmirësimin e qeverisjes dhe drejtësisë. Koalicioni OJQ do të prezantojë raporte mbi performancën e drejtësisë, mbrojtjen e sinjalizuesve, deklarimin e pasurisë dhe efikasitetin e OSHP-s. Aktivitetet do të zgjasin deri më 12 dhjetor, duke përfshirë edhe një grevë simbolike kundër mungesës së përgjegjësisë institucionale. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.